Në tha njari me një tubim, ndigjoni mirë, në tha njani me një tubim, pse thoni hoqë se musliman dhe shkojnë në xhennet? Anë Kur'an thot besimtar dhe shkojnë në xhennet. Thash, qertësoj këtë fjalë çka jetë të thonë? Tha, po edhe krishterët besojnë, edhe jehudit besojnë, edhe budistët besojnë. Pse mos shkojnë në xhennet ata? I thamë, dëgjo, besimi me islamin dhe shkojnë në xhennet. Ata që besojnë Allahun Gjelleshanu, krijuesin, ata dhe shkojnë në xhennet. Krishterët kanë marrë për Zot Isaun a.s. Jehudit kanë marrë për Zot Uzairin a.s. Budistët kanë marrë për Zot Budën. Pra ti me këtë dënë thosh, dhunë dënë përdorish ndaj krishtenve, ndaj jahudive, ndaj budistve, dënë t'i qësh në xhennetin e muslimanve. Pa ato kanë deklaruar hapta se nuk e dunë xhennetin e muslimanve. Nuk e dunë për shembull Allahun e muslimanve. Ato kanë bërë Allahun e vetë. Unë dalë. Thash edhe një gjë. Si mendon ti, krishtenët, sërbë, të cilët e masakruan Kosovën, të cilët i përdhunuan gratë shqiptare, i dëbuan për vendit, a danen ato shkojnë në xhenetin e muslimanëve? Që e masakruan Bosnën, genocid bën ndaj bosnjakëve shumë herë, e ato do të shkojnë në xhenetin e muslimanëve? Si thue budistat, që në vendin atine i shtojnë gjallë muslimanët në tokë dhe i mblojnë me dhe, are këto do të shkojnë në xhenetin e muslimanëve? Pra shifi vëllezërit të dashur, sa i mshirshëm që janë ka ki. Ki njeri danka kretë kriminellet, këtë okupatorët, këtë gjakderëzit i shtajnë në xhenetin e islamë, jo. Në xhenet dhe shkoj illa men tabe, va amene, va amile amelen salihan, fa ulajke ju bedilullahu sejjatim hasenat, va kanë Allahu gafurur rahima. Kush do shkojnë në xhenet? Ata që janë penduar, kanë besuar, kanë bërë vepra të mira, Allahu këtine veprat e këqija do ta shndrojë në vepra të mira, do të thonë gjunafet nëse vape, dhe do të hape xhenet inshallah. I nderuar i dhanë.